Sot në mëngjes në SPB Tetov janë ndaluar persona DG 22 vjeçar nga Gjermania dhe AD 24 vjeçar nga Zvicra, të cilët paraprakisht janë privuar nga liria në vendkalimin kufitar Blac. Ata janë denoncuar nga personi MZ, 45 vjeçar nga fshati Tenofe Tetovës, se një ditë më parë, rreth orës 21:45 në autostradën Tetov-Shkup, pranë pikës së pagesës Zhelin, pas një debati të shkurtë kanë sulmuar fizikisht dhe i kanë shkaktuar lëndime të konstatuara në kompleksin e klinikave Nëna Teres në Shkup. Pas dokumentimit të plot të rastit ndaj tyre do të vijojë padi përkatëse. Mbrëm në ora 22:20 në stacionin policor Gostivar, personi TI, 41 vjeçar nga fshati Kalisht, komuna e Vrapçishtit, ka denoncuar se rreth orës 16 para një objekti hotelerik në rrugën JNA, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 17:50 në rrugën e Ilindenit në Tetov, pjesëtarë të policisë së Tetovës kanë privuar nga liria personin MA, 49 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga SM, 56 vjeçar nga Tetova, se rreth orës 15:30 ai ka sulmuar fizikisht djalin e tij të mitur. Më pas, në ora 19:30 në SPB Tetov, AA, 45 vjeçar nga Tetova, ka denoncuar se rreth orës 15:10 para derës hyrëse të ndërtesës ku jetojnë, një i mitur nga Tetova e ka kërcënuar dhe ka dashur ta sulmoj me një mjet të mpret bashkëshortin e saj MA, 49 vjeçar, dhe më pas, së bashku me dy të mitur të tjerë, kanë hedhur sende të forta drejt tyre, po merren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit, pas së cilës do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate, personi 24 vjeçar BZ nga fshati Kopançi-Ndoll ka denoncuar se rreth orës 2 para një kazinoje në Tetov është sulmuar fizikisht nga SH nga fshati Vrapçisht, po merren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit. Mbrëm në ora 22:20 pasi kanë dëgjuar të shtëra nga fshati Vrapçisht të Gostivarit, pjesëtarë të policisë së stacionit të Gallatës kanë shkuar në vend ngjarje, në shtëpinë e ZI 43 vjeçar ku kishte një gëzim familjar. Në bisedë me ta, ai ka sqaruar se kanë aktivizuar mjete piroteknike të cilat paraprakisht nuk ishin denoncuar në stacionin policor. Pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në stacionin policor Gostivar është denoncuar se rreth orës 14:30 në fshatin Debresh të Gostivarit, në vendin e quajtur Quka, SI 37 vjeçar nga fshati Debresh, duke drejtuar një motociklet, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Me këtë rast, ai ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në qendrën mjekësore Gostivar. Tyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi nga DPB Gostivar.